publike, unë shtuja shkaktu Albin Kurti me veprimet të cilat po i merr. Ta marrim përgjigje. Duke mos qenë në koordinim me Bashkinë Ndërkombëtare në veri. A ka e boni si punën më të madhe, arritjen më të madhe këtë veprimet atje me do kryetar që majke mshelën nëpër zyra atje. Nesër kanë më të kthy kryetarët e listës srpska, edhe ti nuk e ki asnjë deklarat të asnjë prej njerëzve të partisë opozite. Tregon qysh ndërtohet narracioni për me ul ose për me fitu betejën parti tjera në elektorat kundër Albin Kurtit. Faleminderit shumë. Mendoj që janë disa elemente të cilat i ki kështu para ose i ki keq kuptu, ose për hir debatit e shtrove ashtu. E para, unë argat si bëj kërkujt. Kështu që të kuptohem. Tash i bon, po e thash... Nuk e bëj argat kërkujt, kom një menim, këtë gjatë zhvillum që një 12 vjetë pa më parasysh ku jam. Edhe të njëjtin e flas. Që 12 vjetë për që jam në skenë publike. Pra edhe për zhvillimin, edhe për mënyrën e qeverisë, edhe për gjitha. E dyta, fakti që krejt kësaj që ka i the ti, krejt kësaj që ka i përmene ti, nuk jena konë në gjendje, si shoqëni, asnjonën, me majtë si temë, ma shumë se 1 ditë e gjysë 2, edhe me bo kritikën, po ndërprejse më ndërprejve, tash ti e përgjithsu për shkak se qëtë krejt argumentin e përgjithsu me pote. Kem të i folë për opozitën. Krejt argumentin e pote të përgjithsu. Momenti kur më reagove, ti ke që unë e thash që kjo opozit nuk ka mujt me demasku Albin Kurtin, nasjo prej vepër. Ka shumë për thoni edhe të njëjtën gjë, se për thot zdo skandal reagojnë qëtë aspekt. Dhe më dhe veç mu fjalla mujtë se kom mërë. E kom mërë me që argumentin dherim fund, që ki nevoj si me thonë, me shty tutje një menim, okej, ashtu, se kom problem, bëllë flasim na. Dhe me thonë, një tem të vetme, nuk e kemi majtë në opinion ma gjatë se 1 ditë e gjysë. Kjo ka të bëj me opozit. Ka të bëj me opozit. Nëse në këtë studio, unë për shambull, flasë për mënyrën se si janë bo tenderët një burimor, dhe qesim në këtë ekran, listën e tenderëve një burimor, e shpjegojmë që shkon ajo. Dhe nesër nuk është një konferencë për shtyp, nuk është një angazhim serios. Për me dekonstruktu, unë e po besoj që nuk kem çka flasim për parti opozitore, po ndëgjëm. Edhe nëse i dekonstrukton, këto duhesh me kuptu, është e pamjaftueshme në garë politike. Dekonstruktimi nuk është i mjaftueshëm. Sepse me dekonstruktim nuk thirë votë. Ti tregon kush i keq, por nuk jetu e tregu të ardhmen. Pse unë e konstatoj që një ministër i ka bu 1100 tender një burimor. Kjo nuk ma ndreq mu jetën si qytetar dhe nuk më thirë mu si qytetar me votu tjetrin. Nëse krahasimi me tjetrin është edhe une edhe ata e kam bu. Ki parasysh që tu eksiston një problem logjik fundamental i zhvillimit të betejës politike. E besimin këtë politikë, përgjithsi. Absolutisht, dhe që tu jenë tu e qu. Edhe kjo është qëllimi Kurtit. Pra një apati totale kolektive, mos besim në institucion, edhe këto e kena ngrej. Tash ku e problemi partive politike opozitare? Ma thuj ti si gazetar, edhe Ardiana, edhe Tiki, cila është një tem të cilës i ka najt 4 vjetë karshi. E që ka të bëj me dalim prej qa, dalim në, si me thonë, menim për qeverisje. Një. Ma thuj, ata ja përgjigjen? Omare, sot përgjithësia e media, gazetarëve, e studio... Nuk është të topa, nëse më e... Përgjithësia e media, shoqërisë civile, gazetarëve, a është me i kriju kauzat, a është vetëm me denëncu edhe me zbulu ose me hulumtu një skandal. Edhe kush duhet me qut tutje qëta? Qëto duhet me qut tutje partit politike, se media politike, jo na. Nuk merë pjesë në zgjedhje dhe nuk është ngarë për pushtet. Një të gjojnë të e thonë veç një format të ndryshme. Për me vërtetu ato që tha Dardani. Unë kom punu gazetare prej këtë qeverit e mundshme prej viti 2005, këtë ndrimet e pushteteve. Edhe kur ne kemi shkru për një aferë korruptive, ka qenë lëvizja vetë vendosi ajo e cila në gjdo protest, storjet i ka marrë dhe i ka publiku. Sot e ki kejtë opozitën që as që lodhen me letëzu, edhe me... Do të jeni të e thonë të njëjtën gjë në format të ndryshme. E bojnë, në falë Ardion, po jenë selektiv... Nuk jenë selektiv. Në përgjedhjet e medjave të caktume. Indiferent dhe gjdo afere. Ne në Kosova kemi raportu aferat të ndryshme. Kemi pas të fundit, sa kem stash fushat, e kemi pas aferën e punësimit në qytetin e Pejës. Pse Lidhja Demokratike e Kosovës nuk doli në një konferencë
ishte fushat, ti ndihmoj Gazmet Muhaxherit në pej, thot që komplet Hidrodrini është mush me militantëve të vendosjes. Hidrodrini është duke ndal ujnë qytetarëve të pesë, vetëm që Gazmet Muhaxheri me dalë. Su dalë kërkush. Kemi pas aferat e ka dhe LDK hipoteka të vllai Gazmendit drejtor. Është inxhinier, mos inxhinier. Dëgjoj, veç pak. Edhe ata kanë kualifikim. Veç pak. Ja, Një inxhinier i cili merret me rregullimin e gypave dhe çgypa. Nuk ka as përgjegjësi me nal e me shuin. Ti e din shumë mirë. Po, si do të qoftë hierarkia në institucione që është. Unë kuptoj plotësisht Dardanin që po thot. Na e kemi totalisht një opozitë e cila është në gjëmë që 5 vjetë. Përej kur Albin Kurti ka orë në pushtet. A e bojnë këto, pse i tutën Albin Kurtit, nëse i dalin këndër edhe hupin e elektorat, a ju bojnë se i konvenon me qenë të heshtur që ashtu dhe vetëm kur të vinë fushatat zgjedhore me dalë edhe me thonë na e fitum Lipjanin ose e fitum Ferizajn. Kur jem të delegimi, sepse partitë opozitare e kanë delegu betejen me qeverin medjave. Mediat i ka dehumanizuar me Kurti. Që tani është problemi ku... Që kjo pëdam kosët ma nej media për jep hapsin me zhvillu betej qeveris me media. Komplet divizja vetë vendosi, ma shumë u marrë me media, ma shumë u marrë me njerës me analistën në një opozitet shto solide. Saktësisht është... Jo, s'marrë në këndëshet që të i prish punë në tepër. Nuk ka mujtë me ndërtu një kauz deri sot, që me dalë me tregu, me ndërtu që atë refim, se pse është, pse ka dështu në qeverisë jashtë dikur. Do shkoj me blok reklamash dhe do këthemi me temën bazë, pra, se ndoshta për këtë arsye do të ketë një qeveri Kurti 3, se s'ka kush të krijoj një opcion tjetër, pas një hapësire publicitare.